Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdlimtar i madh. Kur të shkryhet qielli. Kur qielli të çau dhe yjet të bien, kur qielli të shkatërohet, kur bukuria dhe vegëlsia e tij të prishen, kur yjet të shkputen dhe të bien, atëherë do të jetë një ditë e vështirë dhe e frishme. Dhe kur të rrezuhen derdhën yjet. O tefsiru sure El Infitar, ajet 1. Dhe kur përzihen detrat njëri me tjetrin. Kur detet të përzihen dhe varret të trazohen, kur detet të shpërthejnë dhe të bëhen një det i vetëm, kur varret të zbrazen, duke nxjerrë jashtë të gjithë të vdekurit brenda tyre, atëherë do të jetë dita e llogarisë. Dhe kur të rrotullohen varret. O tefsiru sure El Infitar, ajet 3. Çdo kush do të di për veprat që ka punuar dhe lëshimet që ka bërë. Atëherë çdo kush do ta shohë se çfarë ka punuar dhe çfarë ka lënë pa bërë. Kjo është dita kur shfaqen të fshehtat dhe dalin në shesh të gjitha veprat e robërve. Çdo kush do të mësojë se çfarë ka bërë dhe fituar. Jo besimtarët dhe zullumçarët do të dëshpërohen dhe do të vuajnë. Kur të shohin haramet e tyre, që dorëndojnë mbi peshorën e veprave, ata do të kashojnë duart e tyre, por kjo nuk do t'ua lehtësojë as pak dhimbjen dhe dëshpërimin. Kjo është dita kur veprat e secillit zbulohen dhe peshohen me drejtësi nga i drejti dhe i gjithdituri. I mirë ai që e ka ngarkuar veten me padrejtësi dhe i ka kthyer shpinën e muzimit të gjithë shishmit, se atë ditë për të do të fillojë një ndeshkim dhe dëshpërim që kur nuk do të ketë fund. Atë ditë do të gëzohen dhe lumturohen për mirë dhe besimdrejtët. Ata do të përjetojnë mirësi pas mirësie, gëzim pas gëzimi, në përjetësi. Ata do të jenë të sigurt dhe të ruajtur nga frika e asaj dite dhe ndëshkimi i krenarit të plotpushteshëm. Njeri që të mashtroj ty që nuk i besove Zotit tënd bujar? Njeri që të mashtroj ty që nuk i besove Zotit tënd bujar, Allahu i lartësuar i drejtohet me këto fjalë njeriut, i cili është aq i mangët dhe i pakujdesshëm në kryerjen e detyrimeve ndaj Zotit të tij dhe aq i paturpshëm në shkeljen e kufive të tij. Çfarë të shtyr që të sillesh në këtë formë? Mos vall, mos përfilja jote ndaj të drejtave të krenarit të plotfuqishëm. Piçuditsa apo shpërfilja e kërcënimeve dhe ndëshkimit të tij të dëmshëm. Piçuditsa apo mos vall, nuk je i sigurt në ringjalljen dhe shpërblimin e të drejtit të gjithëmshishëm. Piçuditse pa mendo pak për krijimin tënd. Ai të krijoi ty dhe bëri që ta kesh në formë të harmonizuar tër organizmin. I cili të krijoi, të përsosi dhe të harmonizoi, a nuk është Allahu i lartësuar ai që të krijoi në formën më të bukur, ai që të plotësoi me gjithçka të nevojshme dhe të drejtojë në rrugën më të mirë. Piçuditse përse, atëherë e mohon mirësinë e Zotit tënd bujar dhe bamirës. Kjo tregon padrejtësinë që fshihet në shpirtin tënd, tregon natyrën tënde tinxare dhe tratare, ignorancën dhe shpirtin tënd armiqësor. Dhe çfarë forme dëshiroj ai të dha? Të dha formën që ai dëshiroi. Falëndero Allahun që nuk të krijoi në formën e qenit apo gumarit apo të çdo kafshë tjetër. Forma në të cilën të krijoi Zoti yt është më e bukura. Mirësitë me të cilat e ka pajisur Zoti yt kërkojnë të jesh mirënjohës dhe adhurues i tij. Por edhe pas kësaj këshille, ju vazhdoni të mohoni ditën e përgjegjësisë. Jo. Kurse si, ju po e konsideroni besimin gënjeshtër. Por jo, me gjithë këto qortime ju e mohoni ditën e gjykimit. Megjithatë, ajo do të ndodhë patjetër, e besoni ju apo jo. Ju do të dini një ditë para të madhruarit dhe të llogariteni për veprat tuaja në këtë jetë. Për llogaritjen dhe shënimin e veprave tuaja, Allahu i lartësuar ka vendosur shkruesit të ndeshëm, siç thot më pas. Me të vërtetë ka rojtar për ju. Padyshim mbi ju qëndrojnë rojet. Ata janë shkrues të ndeshëm. Ata dinë gjithçka që bëni ju. Ata shkruajnë me përpikmëri çdo fjalë dhe vepër tuaje, të cilat ata i njohin me imsi. Këtu hyjnë veprat e zemrës dhe veprat e gjymtyrëve. Për këtë arsye, ju duhet të tregoni respekt ndaj pranisë së këtyre rojeve. Ju nuk duhet ta lejoni veten në vepra e fjalë të këqija, sepse ata janë pranë jush dhe i shënojnë veprat tuaja. Por turpi juaj duhet të jetë më i madh ndaj të gjithë diturit që ju vështron dhe di me imsi se çfarë shfaqni dhe çfarë e mbani të fshehur në shpirtin tuaj. Dijeni se nuk janë një lloj të mirët dhe të keqit, të ruajturin nga të keqijat dhe të shfrynuarit në gjinoha dhe mosbindje ndaj të madhruarit, që janë të nderueshëm tek ne. O tefsiru sure El Infitar, ajet 10. Që i shënojnë veprat tuaja, din çka punoni. O tefsiru sure El Infitar, ajet 10. Të ndeshmit, me të vërtetë, do të gjenden në xhenet. Me të vërtetë, vepërmirët do jenë, të lumtur në mirësi të shumta. Vepërmirë e lebrar janë ata që përpiqen dhe punojnë sinqerisht për të përmbushur detyrimet ndaj të madhruarit dhe janë të kujdesshëm në plotësimin e detyrimeve ndaj krijesave, duke ju ruajtur çdo lloj padrejtësie ndaj tyre. Këta janë të vazhdueshëm dhe sistematik në veprat e mira, qofshin ato të dukshme, qofshin të fshehura në zemrat e tyre.
Shpërblimi i këtyre fatrumëve është lumturia dhe kënaqësia e shpirtit dhe e trupit në këtë jetë, në jetën e varrit dhe në përjetësi pranë Zotit të tyre. Kurse fajtorët, me të vërtetë, do të gjenden në ster. Ndërsa gjunaqarët do të jenë në xhenem, ndërsa el fujar, gjunaqarët janë ata që shkelin dhe shpërfillin të drejtat e Allahut dhe të krijesave. Këta kanë të prishura si zemrat, ashtu edhe veprat e fjalët e tyre. Ata janë të padrejtë dhe të shfrenuar në gjunahe. Këta do të jenë në një ndeshkim të dëmshëm në këtë jetë, në jetën e varrit dhe në përjetësi, në zjarrin e xhenemit. Në ditën e Kiametit ata do të digjen në zjarr, ku do të flaken në ditën e gjykimit dhe nuk kanë për të dalë kur prej tij. Ata do të flaken në xhenem. Kjo do të ndodhë me ta në ditën e shpërblimit. Ata do të jenë përjetësisht në zjarr dhe kur nuk kanë për të dalë prej tij, dhe kur nuk do të dalin prej tij. U tefsiru sure El, Infitar, ajet 15. Kush të shpjegon ty për ditën e Kiametit? Kush ta mësoj ty se ç'është dita e gjykimit? Edhe një herë, kush ta mësoj ty se ç'është dita e gjykimit? Ky është një kërcënim për madhështinë dhe tmerrin e asaj dite, e cila turbullon çdo mendje. Askush nuk do të pyes për të tjerët në ato momente, sa do të dashur dhe të afërt qofshin ata. Secilit i mjafton çështja e vet, siç thotë i lartësuari me pas. Dhe edhe një herë, kush të shpjegon ty ç'është dita e Kiametit? U tefsiru sure El, Infitar, ajet 17. Ajo është ditë kur askush nuk mund të ndihmojë ndokujt asgjë, atë ditë pushteti i tërë është vetëm i Perëndis. Ajo është dita kur askush nuk do të mund të ndihmojë kënd dhe tërë çështja, atë ditë i takon vetëm Allahut. Të gjithë do të kërkojnë shpëtimin për vetveten dhe nuk do të pyesin për asnjë në botë, sepse do të jenë të pushtuar tërësisht nga frika. Askush nuk mund të ndihmojë apo shpëtojë as njerëzit me të dashur të zemrës, sepse atë ditë gjithë çështja është në dorë të Allahut të lartësuar. Është ai që do të vendosë drejtësinë mes krijesave. Është ai që do të shpërblejë me drejtësi dhe mëshirë secilin, sipas asaj që meriton. Allahu është midituri për gjithçka.